Radio Kosova. Stetoskop. Emision për shëndetësi. Osteoporoza është një smundje që dobëson kockat. Ajo i bën kockat më të holla dhe më pak densitet se sa normalja. Personat me osteoporozë kanë shumë më tepër gjasa të psojnë fraktura ose thyrje të kockave. Zakonisht kockat janë mjaft të dendura dhe të forta për të mbështetur peshën e trupit dhe për të përthithur shumicën e goditjeve. Me kalimin e moshës, kockat humba si natyrshëm një pjesë të densitetit dhe aftësinë e tyre për të rindërtuar. Shumica e njerëzve nuk kuptojnë se kanë osteoporozë derisa të psojnë një thyrje. Osteoporoza nuk shkakton simptoma si shumë smundje të tjera. Për këtë arsye mjekët e quajnë shpesh smundje heshtur. Shenja më zakonshme është një frakturë e papritur e kockës dhe pas një rënje shumë të vogël. Pra, osteoporoza do të jetë tema e këtij emisioni, për çka do të bisedojmë me asistent doktor Ismet Bajraktarin, internist reumatolog. Doktor Ismet Bajraktari, mirë se erdha në emisionin e Mirë se gjeta juve edhe ndëgjuesve tuaj të respektuar. Pra, dëgjuet të flasim për osteoporozën, një smundje bukur e shpeshtë dhe mjaft e rëndë. Ndoshta për fillim është me interes për dëgjuesit se t'i njohim me disa nga karakteristikat e osteoporozës. Si manifestohet ajo? Osteoporoza është një smundje që e prish strukturën e brendshme të organizmit dhe si rrjedhojë e prishjes së strukturës së brendshme të organizmit, prishen lamelat ndërtuese të kockave dhe kocka bëhet e predisponuar për thyrje. Ka pas shumë dilema në botë se si të definohet kjo smundje, nga se ka karakter të shumëfishtë. Dhe në vitin 1993, njohësit më të mëdhej të osteoporozës janë të buar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kanë definuar osteoporozën si smundje metabolike multifaktoriale e kockës, e cila e rrit fragilitetin kockor për thyrje. Pra është një smundje e cila është smundje shumë e shpeshtë dhe është një smundje e cila në botë ka një histori të jashtëzakonshme. Historiku i kësaj smundje është shumë i rëndësi. Deri në shekullin 16 dhe 17 nuk është njohur kjo smundje. Për dallim prej smundjeve të tjera të cilat disa nga shumicën e patologjive njerëzore bota e ka njohur që nga krijimi i njerëzit, deri në shekullin 16 dhe 17 kjo smundje nuk është njohur. Në shekullin 17 për herë të parë kirurgu anglez duke operuar një pacient e ka vërtetur që kocka e njerit mund të bëhet aq e butë sa që ajo mund të prehet me thikë. John Lobstein ka parë njëkohësisht që kockat e këtyre pacientëve që janë me osteoporozë janë me vrima të mëdha. Në vitin 1945 në Massachusetts të Shtetet të Bashkuara të Amerikës, një tjetër koleg ka vërejtë që rënja e estrogjeneve të femrat i paraprin me të madhe fillimit të osteoporozës. Nga vitin 1960 ka filluar detektimi edhe radiologjik, detektimi me rentgen i osteoporozës. Për vitin 1962 kanë filluar që të përdoren edhe barnat faktikisht që kanë trajtuar osteoporozën dhe në të njëjtën vit ka filluar edhe matja me DEXA, me një aparaturë moderne që detekton osteoporozën. Dhe nga viti 2000 ka filluar trajtimi me barna biologjike i osteoporozës. Osteoporoza ka një epidemiologji dhe ka një shtrirje alarmante. Llogaritet që 10% e popullatës në botë kanë osteoporozë, që i bie që sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, ne tash jemi diku rreth 8 miliard banor në këtë planet, llogaritet që rreth 800 milion njerëz në botë kanë osteoporozë. Në fakt çdo e treta grua mbi moshën 58 vjeçare ka osteoporozë. Çdo e dyta ka mbi moshën 60 vjeçare. Kurse çdo i treti mashkull mbi moshën 70 vjeçare ka osteoporozë. Do osteoporozë kanë edhe meshkujt, nuk është vetëm smundje e femrave. Por pak më rrallë të meshkujt. Është më rrallë të meshkujt, është vërtet, por është një smundje që ka shtrirje të meshkujt. Faktorët që e nxitin faktikisht paraqitjen e osteoporozës janë të ndryshëm. Ata faktorë janë nga ata të jashtëm, ku hyn marrja është theksuar e pijeve, çajit fort, të kafës, të honit, alkoolit.
pastaj të drogave, mungesa vitaminës D, mungesa aktivitetit fizik, mungesa daljes në diell, përdorimi i ushqimeve të pashëndetshme, por osteoporoza ka faktorë të brendshëm, duke përfshirë faktorët gjenetik, pastaj duke përfshirë faktorët e ndërtimit kockor të skeletit tonë prej moshës së re, dhe prej moshës fëmijërore. Dhe të gjitha këta kur inkorporohen na sjellin një smundje e cila smundje quhet osteoporozë. Fjala osteoporozë arrihet nga pellazishtja e vjetër, osteo që do thotë kockë dhe porozis, që edhe ne e përdorim edhe sot në gjuhën shqipe, porozë do thotë një kockë e rrallë. Porozis do thotë një rrallë. I vjen domthonë në përkthim bukfal një kockë e rrallë, smundja e kockave të rralla osteoporozë. Cilat janë shenjat apo në çfarë moshe zakonisht fillojnë shenjat e para të paraqiten të osteoporozës? Smundja e osteoporozës është një smundje e heshtër. Shumë shpesh në literaturë, bile edhe në librin tim, kam përshkruar si një smundje, një rrallos i heshtër i kockave. Shenjat e osteoporozës janë të heshtura, ato ndonjëherë në fillimet e saj osteoporoza mund të manifestohet me dhëmbje difuze të kockave, me dhëmbje të vertebrave lumbale e torakale gjatë përkuljes, me dhëmbje të vertebrave lumbale gjatë ngritjes nga pozita e shtrirë apo nga pozita ulur, me dhëmbje të kockave difuze në mod të ftoftë. Kurse kur dhëmbjet në vertebra paraqiten të forta, ajo është shenjë e fillimit të ashpër të osteoporozës ku ka ndodhur veç ndonjë thyrje, ndonjë frakturë kompresive e vertebrave. Sepse vertebrat janë ato të para të cilat vertebrat janë ato të para që e dinë nga se ndërtimi i vertebrave është nga kocka spongioze, nga kocka më e butë. Për dallim nga kocka kompakte, e cila është pjesë ndërtuese e kockave të gjata, vertebrat e kanë ndërtimin nga indi kockor spongiotik dhe ato të parat e ndin rrallimin e kockës. Dhe këto dhëmbje që manifestohen gjatë ngritjes, gjatë uljes, gjatë mbathjes së këpucëve, gjatë ngritjes prej pozitës ulur, gjatë ngritjes prej pozitës të shtrirë në shtrat, janë shumë herë shenjat e para. Disa kolegë që merren shumë me osteoporozë në vendet gjermanofolse thonë që osteoporozat e njerëve fillon në momentin kur ai nuk mund të mbath këpucët me përkulje, por shfrytëzon lupë të gjata. Sigurisht. Ka punime të cilat këto e vërtetojnë që domethënë çift në atë kohë ka filluar osteoporoza. Mirë po, jo gjithmonë kocka e njerëzit është osteoporotike. Zakonisht një herë kocka kalon në një fazë që quhet osteopeni, që është një fazë hyrëse në osteoporozë. E ku në osteopeni densiteti minerale kockor nuk është aq i humbur sa te osteoporoza. Domthonë nuk kemi rrallim të kockës aq sa kemi te osteoporoza. Kurse thyrjet kur vijnë, ato vijnë me shenja të rënda, me shenja të ashpra, me dhëmbje të forta, të cilat nuk okupohen, respektivisht nuk mund t'i luftojmë as me analgetik e as me antireumatik historik. Dhe kjo veti e dhëmbjes kur nuk mund ato dhëmbje të mbizotrohen me morret e analgetikëve dhe me morret e antireumatikëve steroid, është një sinjal për një doktor të përgjithshëm, për një doktor specialist të smundjeve të brendshme, për një doktor reumatolog, që faktikisht mund të kemi osteoporozë, respektivisht mund të kemi thyrje, nga se osteoporoza nuk reagon në këtë borë. Dhe kjo është një veçori dalluese e dhëmbjes që paraqitet te osteoporoza. Nga këto thyrje që vinë në onozat, është shtyllës e kurrizit, në radhë të parë pjesa lumbale, por mund të thehen edhe onozat që janë në kalimin torakolumbal, do të thotë pjesët e poshtme të onozave të shpinës, torakalet 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11 dhe 2. Meqense këto onoza janë shtyp, e kanë humbë gjatësinë dhe e kanë humbë përgjegjësinë normale, shtylla kurrizit e ata njerëz fillon të ngjitet dhe njeriu fillon ta humb lartësinë që ka pasur deri atëherë. Do thotë një lloj tkurrje, thonë. Ndodh një tkurrje, të cilën familjarët e shohin që prindi, nona, baba, gjyshja, po zvoglohet, nuk e ka lartësinë që e ka pasur. Nga kjo thyrje që paraqitet në pjesët e përparme fillon edhe gibusi, ajo pjesa kur fillon shtylla kurrizit të lakohet, të bëhet një gërm e përparme. Edhe kjo kërrusje që ndodhet te pacientët është po ashtu një shenjë dalluese e osteoporozës. Dhe të gjitha këto shenja na çojnë në atë që një pacient faktikisht të
mendoj edhe ti drejtohet një doktori që të bën një volumtim specifik për këtë sëmundje. Doktor thatë se rastet më të shpeshta i godasin gjininë femrore. Po, saktë. Pse ndodh kjo? Estrogenet, hormonet seksuale femrore, kanë rol mbrojtës të indi kockor. Sa më herët një femër që futet në menopauzë, asaj do t'i bie niveli estrogeneve. Dhe me qenë se estrogenet kanë rol mbrojtës, citokinet proinflamatore, të cilat i kanë elementet që zbërthejnë kockën, është një sistem i citokineve inflamatore që zbërthyset e kockën. Dhe është një sistem tjetër i qelizat të cilat e zbërthejnë kockën, dhe që ato qelizat që zbërthejnë kockën janë qelizat të mëdha dhe quhen osteoklaste. Këto qelizat e osteoklasteve kanë në trupin e vet shumë lizozome me enzime zbërthyese që zbërthejnë kockën. Të gjithë këto hallka të zbërthimit të kockës, prezenca e vlerave normale të estrogeneve i ndal në aktivitet. Dhe estrogenet nuk kanë vetëm efekt në kuptimin e mbrojtjes së shëndetit gjenital dhe plashmërisë në femër, por kanë rol vital edhe në shëndetin e kockës. Kur një femër futet në menopauzë, niveli i estrogeneve bjen dhe efekti mbrojtës i estrogeneve zvogëlohet apo humbet tërësisht dhe faktorët tash inflamatorë dhe citokinet inflamatore që zbërthejnë kockën tash lëshohen me vrodh në zbërthim të kockës. Dhe kocka në atë rast zbërthehet fuqishëm dhe paraqiten shenjat e osteoporozës. E njëjta situatë ndodh edhe me meshkujt. Megjithëse te meshkujt ndodh më vonë dhe më pak, por të njëjtën efekt që te femrat e kanë estrogenet, e kanë edhe te meshkujt mungesa e hormonit të testosteronit. Thasë është smundje e msheft, do thotë nuk jap shenja në fazat fillestare. Sa është e rëndësishme që të kërkohet ndihmë e mjekut dhe çka duhet bëjë një person nëse ka dyshime se mund të ketë një smundje? Një person që në jetën e vet ka kaluar një moshë prej 55 vjeçare deri në 60, vetiu është e nevojshme që një herë të bëjë një ekzaminim në të cilën faktikisht do të sheh shëndetin e vet kockor. Dhe në atë ekzaminim që fillon nga një vizitë një mjek i përgjithshëm deri te mjek të specializuar në trajtimin e osteoporozës, do të përfshihen faktikisht një gamë analizave në të cilën do të shihen ka rrallime të kockës, vlerat e kalciumit në gjak, vlerat e vitaminës D në gjak, vlerat e fosforit në gjak, vlerat e magneziumit në gjak, vlerat e fosfatozës alkaline. Pastaj nëse doktori e shet të nevojshme, nëse e shet ndonjë faktor të rrezikut shtesë, ai do të kërkon edhe analiza edhe më specifike në kuptimin e motjes së analizave të hormonave në gjak, motjet e analizave për punën e mëlçisë të veshkave, sepse kemi edhe osteoporozë sekondare, e cila është po ashtu janë të vështira të rrënë. Dhe një grafi na bën mirë që të shohim a ka rrallim të densitetit mineraleve kockore, sidomos të shtyllës së kurrizit. Mirë, por nuk duhet të presim që të lajmërohen shenja të mëdha të dëmtimit të kockave. Nga se me grafi, me një rentgen të thjeshtë, kocka zbulohet që është rralluar vetëm kur kanë humbur 30% e masës kockore. Kurse osteodensitometria është metoda standarde e artë e detektimit të osteoporozës, dhe ajo faktikisht duke matur indin spongiotik, që është indi i ndërtues i vertebra të shtyllës së kurrizit, dhe duke matur indin kompakt, që është indi i kockave të gjata në radhë të parë i qafës së femurit, vlerat e deksës na tregojnë se ku është shëndeti, respektivisht ku është fortësia kockore e pacientit në fjalë. Dhe rënja e vlerave në deksa, qoftë në indin spongiotik, qoftë në indin kompakt kockor, më madhe se minus 2.5 të vlera standarde, T-score është veçuar në mjekësi, na tregon që pacienti është futur në osteoporozë. Dhe në këto raste duhet të fillojë trajtimi pa ndodhur thyrjet, sepse nëse kjo vazhdon të thellohet, do të ndodhe thyrje, e që disa nga thyrjet janë me rrezik për jetën. Thyrja e qafës së femurit, për shembull, 1 nga 4 gradë që pson thyrjet e qafës së femurit në moshën e senilitetit, në moshën e pleqërisë, vdes, nga se ndodh ajo tromboembolia yndyrore,
e cila jep faktikisht trombe, të cilat shpërndahen nëpër trup, në radhë të parë në trurin e zemrës dhe ndodhin infarkte të ndryshme të cilat me pasojë kanë vdekjen. Që të mos ndodhë kjo, do të jemi të kujdesshëm dhe një kujdes i yni përfshin kujdesin ndaj kockës që nga mosha e re. E aty hyn marrja e kalciumit në vlera normale, marrja e vitaminës D në vlera normale, aktiviteti i moderuar dhe i mesëm fizik gjatë ditës, dalja një diell, marrja e ushqimeve të cilat në vete kanë kalcium dhe vitaminë D në radhë të parë produkte të qumshtit, djathi, gjiza, mishi peshkut, salmoni, frutat të detit, vaji i ullirit, ullini vet, pemët dhe perimet, agrumet po ashtu. Dalja në diell dhe aktiviteti fizik. Jo mund të thoni pse aktiviteti fizik. Aktiviteti fizik të njeriu e ndal aktivitetin zbërthys të osteoklastëve. Dhe e shton aktivitetin ndërtues të kockës që janë osteoblastët, që janë qelizat e kundërta me osteoblastët. Dhe ne si njerëz të rritur i kemi bërë trupit tonë 1 orë aktivitet fizik në ditë. Qoftë ai aktivitet i ushtrimeve të lehta fizike, qoftë ai aktivitet i ecjes, i vrapit apo punëve të ndryshme që i bëjmë në natyrë, në kopsht, në punët e tona të përditshme. Kjo nuk është vetëm për osteoporozën, kjo është edhe për sëmundjet të tjera, ku hyn sëmundjet e sistemit kardiovaskular, ku hyn sëmundjet faktikisht të qarkullimit të gjakut, ku hyn luftimi i sheqerit edhe i dislipidemive të ndryshme, të cilët tani kemi me bullok. Pastaj këto janë aktivitetet që na hin punë edhe kundër luftës për obezitetin, kundër trashjes, por që edhe kanë veprim të rëndësishëm dhe mund të themi edhe primar në shëndetin e kockës. Thatë se densimetria është një prej metodave që bën zbulumin e saktë të osteoporozës. Në çfarë moshe duhet një person që t'i nënshtrohet edhe pa pasur probleme të saj? Motjet me deksa do të fillohen paraparsisht 10 vite pas menopauzës, që i bie që mesatarisht rreth moshës 60 vjeçare, nga se shumica e femrave rreth moshës 50 vjeçare hyn në menopauzë, i bie që paraparsisht 10 vite pas menopauzës është obligative një motje e kockës me respektivisht densitetin mineral kockor me osteodensitometri me deksa. Mirë po nëse familjarët e pacientit kanë pasur osteoporozë në të kaluar dhe kanë pas thyrje nga osteoporoza, këto motje do të fillohen edhe më herët. Nëse ka faktor të rrezikut, qoftë nga sëmundjet e ndryshme hormonale, qoftë nga sëmundjet e ndryshme të veshkave, qoftë nga sëmundjet e gastrointestinale, kjo motje do të fillohet edhe më herët në mënyrë që të veprojmë në preventiv, që të parandalojmë paraqitjen e osteoporozës. Nga se osteoporoza, sipas klasifikimit ndërkombëtar, ka 2 ndarje. Një është osteoporoza primare dhe e dyta është osteoporoza sekondare. Osteoporoza primare është një situatë klinike në cilën zakonisht nuk i dim burimet, ka ardhur. Por që osteoporoza primare faktikisht është osteoporoza më e shpeshtë. Llogaritet se 95% të gjithë pacientëve me osteoporozë bëjnë pjesë në osteoporozën primare. Kurse osteoporoza sekondare është osteoporoza me shkaqe nga ndonjë sëmundje tjetër, nga insuficienca renale, nga insuficienca hepatike, nga çrregullimet e traktit digestiv, nga çrregullimet e tretjes, nga çrregullimet e përthithjes së ushqimit, nga çrregullimet e vitaminave, nga çrregullimet gjenetike që mund të ketë njëri. Dhe llogaritet se 5% pacientëve me osteoporozë sekondare janë pacientë faktikisht që do të fillojnë ta luftojnë osteoporozën, respektivisht ta kërkojnë osteoporozën edhe më herët. Shembull për marrëm një pacient që ka një enteropati të glutenit, ata kanë probleme në përthithje të ushqimit, kështu që rezervat, respektivisht depozitet e kalciumit e vitaminës D, që janë 2 struktura bazë ndërtuese të kockës, të ata paraqiten më herët në mungesë. Dhe pritet që këta pacientë të kenë më herët një rallim të kockës. Në ato raste do të fillohet më herët që të kërkohen të bëhet deksa. Problemet me hormone, amenoret e hershme të femrat, operacionet në cilat janë hekur mitra dhe vepërçuesit, respektivisht ovaret, të cilat janë burim, respektivisht stabilizuesit, respektivisht të estrogenëve. Në ato raste do deksa të bëhet më herët dhe të kërkohet më herët një motje densitetit mineral kockor në mënyrë që ne të veprojmë në preventiv. Si bëhet trajtimi i këtyre personave? Trajtimi i pacientëve me osteoporozë pas vërtetimit të sëmundjes
është e para individual, nuk ka një rregull që secili pacient ta ketë strikte, e para është individual dhe në vetë përfshin dy faktorë, trajtimin jo farmakologjik dhe trajtimin farmakologjik. Në trajtimin jo farmakologjik, ashtu siç e përmenda më parë, hyn marrja e vlerave respektivisht dozave të mjaftueshme ditore të kalciumit dikon rreth 1000 në 24 orë, të vitaminës D deri 1200 njësi në 24 orë, marrja e elektroliteve si magneziumi, fosfori, mangani, që janë mikroelementë ndërtues të kockës, pastaj marrja e produkteve të qumshtit, marrja e mishit të peshkut, marrja e frutave të detit, marrja e agrumeve, pemëve dhe perimeve, largimin nga faktorët të dëmtues të kockës, si kafja, çaji, tuhoni, alkooli, drogat, largimi nga jeta sedentare, por kalimin në një jetë me aktivitet të moderuar fizik brenda ditës, dhe këto janë ato bazat që i propozojmë që në fillim një pacientit edhe në preventiv, po edhe në trajtim të osteoporozës. Kurse trajtimi farmakologjik fillon me marrje të dozave të kalciumit dhe të vitaminës D, dhe me marrje të varësisht prej vlerave të deksës, me marrje të bornave të cilat e luftojnë resorbimin kockor, të ashtu quajtur antiresorptivët kockor. Në këto borna hyn alendronatët, në këto borna hyn acidi ibandronik, në këto borna hyn acidi zelendronik. Në disa raste edhe dhënia e doza të vogla të estrogjeneve, nga se kemi në raste kur osteoporoza është rezistente dhe nuk shkon mirë, atëherë kalojmë në marrje të dozave të vogla të estrogjeneve. Dhe të gjitha këto, kur nuk japin efekt, atëherë kalohet në një shkallë tjetër, në një terapi që është më e shtrenjtë, por që është shumë efikase, marrja në terapinë me antitrupa monoklonal, ku hyn në radhë të parë faktikisht hyn 2 preparate, që janë preparate që e luftojnë shumë osteoporozën dhe e luftojnë në nivelin e hallkave monoklonale. Merret Prolia dhe merret romosozumab. Janë 2 borna, denosumab me romosozumab, të cilat janë borna që e luftojnë në nivel të hallkës molekulare citokinit inflamatore shkaktare të osteoporozës. Kjo terapi është e fundit, terapia monoklonale është shumë efikase, por duhet jemi të kujdesshëm që atë ta japim të fundit, 1 për shkak të çmimit edhe 2 për shkak të rrezikut nga infeksionet, nga se terapia monoklonale apo terapia biologjike nuk guxon të aplikohet kur pacienti ka një infekcion. Nga se po e dhëmë të terapi e pacienti ka një infekcion, ndikojmë që infekcionit të merr shumë havë edhe në disa raste mund ta rrezikojmë edhe me jetë pacientit. Dhe për këtë arsye, doktorët në radhë të parë nisen prej principeve të përgjithshme duke dhënë vlerat e nevojshme ditore të kalciumit, të vitaminës D, të fosforit, të magneziumit, pastaj të alendronatëve, të acidit ibandronik, të acidit zelendronik, kurse vetëm kur kemi rezistencë dhe nuk i kemi pritur mbushjen kockore se kemi arritur me bornat që përmenda, atëherë kalohet në një stad tjetër, e kjo është terapia monoklonale. Dhe ky trajtim është i përjetshëm apo gjatë të fazat të? Trajtimi i osteoporozës në shumicën e rasteve, kjo me preparatet e kalciumit dhe vitaminës D në moshën e shtyr gati që duhet të jetë i përjetshëm, kurse trajtimi me bornat antiresorptive në radhë të parë me alendronate, me ibandronate, me zelendronate, është varësisht prej nevojave, respektivisht varësisht prej vlerave që i kemi arritur në punë. Unë kam shumë pacient të cilët kanë pas një përgjegjësie të mirë në acidin ibandronik dhe në acidin zelendronik dhe pas një kohe 3-4 vjeçare të dhënies nuk kanë pas nevojë më të marrin këto borna, por kanë kaluar vetëm në marrje të kalciumit të vitaminës D, qoftë me ushqim, qoftë me preparate farmakologjike të cilat i kemi me bollek në banatorët e tona. Mirë po ka raste që osteoporoza është shumë rezistente dhe që të pengohet resorbimi më të teshëm kockor dhe frakturat të cilat mund të na rrezikojnë me jetë pacientin tonë, atëherë në disa raste duhet ta japim gjatë tërë jetës. Sidomos kur kemi një osteoporozë që ka një T-score të rëndë, ku është densiteti mineral kockor është më i madh se -4.5 ose -5, në ato raste duhet jemi
shumë të kujdesshëm që të vazhdojmë për një kohë më të gjatë, nga se kocka është jashtëzakonisht e rralluar dhe jashtëzakonisht e atakuar për thyri. Doktor, kemi hyrë minutat e fundit të emisionit dhe para se të përfundojmë, zakonisht kërkojmë këshillën apo mesazhin tuaj për dëgjuesit, qoftë për ata që kanë probleme të saj natyre, por edhe për të tjerë. Këshilla ime si profesionist edhe si njeri që një kohë gjatë me decenje mira me këtë problematik, është që të jemi të kujdesshëm në mënyrën e ushqimit, të jemi të kujdesshëm në mënyrën e si kemi aktivitetin fizik, të jemi të kujdesshëm në mënyrën si e bëjmë programin e jetës, të jemi të kujdesshëm që pas moshës 60 vjeçare të mendojmë për shëndetin kockor, të largohemi nga vetit e këqija që i kemi me marrje të dohonit, të çajit, fortit, të kafes, të alkoolit, të drogave, për fat keq edhe ato tash këto në fundit i kemi. Të jemi të kujdesshëm që së paku gjysë ore dhe një orë të kemi aktivitet të moderuar fizik gjatë ditës. Të na shet dielli, sepse ku hyn dielli nuk hyn mjeku, të na shet dielli gjatë sa herë të na jepet mundësia. Të dalim me krah të shkurtë, të dalim me pantolla të cilat nuk janë të gjatë, që dielli jon të vjen në kontakt me lëkurën tonë, se kjo na siguron rezervat e vitaminës D, nga se në kontakt të lëkurës tonë me diellin, vitamina D prej formës jo aktive shndrohet në formë aktive, dhe vitamina D është një prekursor shumë i rëndësishëm në marrjen e respektivisht në përthithjen e kalciumit nga zorët të tona, dhe në këtë mënyrë ne veprojmë në preventiv. Kurse kur kemi një pacient me një osteoporozë, atëherë përveç këtyre mosave që i përmendëm, familjarët dhe ai person që ka osteoporozë do të jenë të kujdesshëm, që të ecin shkollëve me kujdes, të mos rrëzohen, sepse do të bëjnë thyrje, mund të psojnë thyrje. Vendet ku jeton edhe vepron të jenë gjithmonë të ndriçuar, të mos ketë objekte përpara në cilët ai mund të ngatrohet dhe të bie. Banjët të jenë gjithmonë të tjerëra. Në banje shumë shpesh të vendoset edhe një dorës nëpërmes cilit ai më lehtë të çuhet dhe do të ngritet në këmbë. Pastaj të jenë të kujdesshëm dhe të bëjnë konsulta nëse kanë shumë barna me doktorët, që a kanë këto barna të cilat i merr për sëmundje tjera, a kanë veprime në shëndetin kockor, respektivisht, a kanë efekt ansor në cilën na zbërthehet kocka. Dhe të gjitha këto ti kemi gjatë tërë kohës në mendin tonë. Dhe në këtë mënyrë të ndikojmë që të kemi një jetë të shëndetshme, në këtë mënyrë të kemi një jetë në cilën jemi për herë në aktivitet dhe të arrijmë edhe decenjen e 10, respektivisht të arrijmë një shekull jetë. Dhe të arrijmë një shekull jetë me një jetë shumë cilësore dhe kualitative në të cilën nuk do të na mungojë mobiliteti. E mobiliteti i tërë jetës tonë varet vetëm nga kockat tona. T'i ruajmë ato. Doktor, nëse nuk keni asgjë për të shtuar, ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit Stetoskop dhe ju dëshiroj sukses në punën tuaj. Uroj që sa më pak të kemi thyrje, uroj që të kemi sa më pak pacientë me osteoporozë. Është kënaqësi kur mund të bëjmë diçka në të mirë, respektivisht në mbrojtje të shëndetit kockor edhe shëndetit të përgjithshëm të pacientëve tonë. Ishte kënaqësi. Faleminderit shumë. Të nderuar dëgjues, me kaq që kemi përfunduar emisionin e sotëm. Faleminderit për vëmendje dhe vazhdoni të qëndroni edhe me tutje në valët e programit tonë.